Kështu ke shkruar. Në momente si kjo, po bëhem mu pyet a është mirë apo jo çaq me njoft njerëz për te një rrethi modest. Sepse është e pamundën mos me të kaplue mërzia kur merr vesh dikush me hijeshin e vet që ka ditë me i shtue shikret secilit takim. Siç është kon i hareshmi, shumë i dashur Haxhi Sela Abduselam Çallaku, është nis për destinacionin e fundit. Koft i mirëpritun prej rahmetit të Er-Rahmanit. U akomodoft në xhenetin e Es-Selamit. Amin. 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 Ne kum njoft edhe unë. Aden subhanallah, unë vone kum shkruajm kesh në Linz në momentin kur e mora lajmin. Abduselam Çallaku. Po, para fillim të janarit. Po. E tash që i lexova ti u emocionova, më fatin rishta zyvesh sikur me pas shkruaj kush tjetër për to, jo vet unë subhanallah. A din pse u emocionova Habibi, edhe pse kum shkrimin në atë moment kur e lexova atë statusin që i kishin qit do vllazni tjerë. Ke sepse tash s'u me lujta takvohen që tëjnë adin se kretë kur vdesin njerëzia ja përmenin të mirat, sa o gjallë e shajnë e përgojën e tana. Po e në ta që 10 ditëshin e fundit, sa i rehapshëm telefonin, që këme emnin, Rahmetlia, ndil ke prej 2-3 parve, apo këpëtan. Edhe unë, jo sot kom i shkru, jo nesër adin që so rrethona njërë takshirë më skarë në Kosovë, pasha zotën, se ki rend, dhe më thonë 2 javshin e fundit, para se me marrë lajmin që ka ndrujet, e kisha në list, po se bona shumë prioritet serios me janë rrej telefonin njërë me këshyrë, a i shkon vesh në spital, në qatë kohë kur mu vesh më shkoj ke mendja, subhanallah për ta. Mësa kur e mora lajmin ke, unë jeva si një hipokrit, adin, po shka pritet 2 javë ditë, lati për me marrë vesh që ka deka, nëse me po se kum ditë që jo është smunda, s'kur qo. Po jemi taku, subhanallah, jemi taku para 2 viteve, edhe që kum shkru në shkrim, adin, edhe nurin që e ka pas në ftyra, me flokët e bardha e mjekrën e bardh, ish pa fol kur gjohë dhe përse u konë jashtëzakonisht i shujretshëm. Frajer, bravo, e përshkruve shumë një frajer, bash, amin ja rabi. E ka pas qatë efekt. Dhe ta shti, Habibi, pyetja ke për një me, se kur i ki akrabalëk, ose të familjes, lidhja, prezenca me ta, din jeta për bashkët, ki lidhja emocionale, është normale me të dhimë për momentit që ndohet, adin. Po takojmë njerëz për te rrethit afërmve. Për shembull, që Facebooku, sebepët, Islami, për bashkët e afërta që i kemi pas, e ka bërë sebep u njoftu me Haxhi Selamin, era fundit që tash para 2 viteve. Edhe pastaj krijohet kur e ki hakikat njoftësime, edhe s'kina i fare interesi të një. Edhe lidhja, edhe kliki e asaj kemistrisë që i thënë kimist për bashkë, atin, të bën me dash njërin edhe pse se ki kurxhon via xhokut. Kjo është Islami, domethënë. Subhanallah. Edhe po mërzita, Allah e pas mëshiruar, na bof nasip mu po. Prandaj unë mendova si një lloj me a shpague vetes atë marrën e 2 javshit fundit që e kisha në prioritet, hajt ta thirri. Thash atë bile duam me reagua ti, më sana edhe mu më shkruaj ke shpesh, si është gjendja e xhamatit islamit, feja, sen, komentoj shmi, sen, Allah e pas mëshiru. Inshallah na bashkon në xhenet. Amin ya Rabbi, amin inshallah. Në është avon edhe fundit vesh, domethënë me për veti, i thash vetes atë, shiqo duhesh më kon ma mindful, ma i vëmendshëm herave tjera, domethënë që të rrshiti kjo. Po valla. Domethënë Allah sallallahu Muhammed. Po, edhe para 3 vjeteve, 4 një shok jemi ngusht Tahir Hoxha, programer ai që mi ka dhënë hapat e para të programimit tani këne në kohën e fundit vitit 2 të skandemisë, nëse si thonë në pandemi, thonë skandemi. E dina po çndrimet e po eksakt, domethënë po çe 3 vjet mbas peshojmë që i shkon skandemisë, subhanallahu. Po e ta dhaj Habibi njëjtë, ngjashëm edhe me ato u pam në fillim të korrikut, në fund të korrikut heci. Adin më sa po thu, okay, e ke bën më të mirën të mundshme se na ti 24 orë kemi secili në ditë. Po ai kemi bërë më të mirën të mundshme për mujt me shpenzu një kohë kualitative, me ja tregu dhe dashninë dhe respektin që e ki ndaj insanit. Ç'kjo është mohabeti, për shembull për Rahmetlin Tahirin, masi ka dek amin, e ku marr vesh sa i kisha dashur për një mekshëm atë adin. Jo vetëm mungesa tash, po ideja ja 5 ditë. Më paton oj syt atin e mora pushim prej punës së smita mu kfil subhanallahu. Edhe për afër shumë u kon ndjenja me Haxhi Selamin. Allah pas barë me të dy inshallah. Amin.